Në ditën ndërkombëtare të teatrit, një ditë që duhet të ishte fest, por në Shkodër është një ditë reflektimi dhe zemërimi. Teatri Migjeni, krenaria e qytetit ton, është lanë në harres. Kalimi i tij në varësi të Bashkisë Shkodër nuk ka sjellë zhvillim, por ulje të dinjitetit të artistëve tanë. E dini ju si figurojnë sot aktorët shkodran në dokumentet zyrtar? Jo si krijues, jo si artist, por si punonjës mirëmbajtjes të Bashkisë Shkodër. Ky nuk është një gabim, ky është një turp i këtij institucioni, një përçmim ndaj njerëzve që kanë ngrit zërin e Shkodrës kudo në skenat ndërkombëtare dhe ato kombëtare. Në vend që këto artistë të nderohen, ato po fshihen pas titujve të rrem. Në vend që të mbështetet teatri, ai po izolohet. Në vend që të jetë burim frymëzimi, po trajtohet si një zyrë e zakonshme e administratës. Kjo nuk është një politikë që ne si shkodran meritojmë. Kjo nuk është ajo që duam për Shkodrën tonë. Ne do të luftojmë si Parti Demokratike për me kthy dinjitetin në skenat shkodrane, për një qytet ku kultura është prioritet, për një Shqipëri ku arti nuk hesht, por ai frymëzon.